Pra Anisa, po thonim që në këtë rast, pra në marrëdhënien Gjesti dhe Egli nuk kemi të bëjmë me një marrëdhënie narciste. Pra, kur njëri nga të dy, po mendoj që manipulim ka pasur. Pak nga të dy anët. A është marrëdhënie toksike? Po ta kërkojmë në fjalor, gjejmë pikërisht këtë. Pra nuk kemi të bëjmë Gjestit edhe Eglit. Pra nuk kemi të bëjmë me një person narcis, sepse po abuzohet mendoj në rrjet, duke shkruar terminologji dhe fjalë të cilat nuk i kuptojnë. Sidomos në rastin e Gjestit, se unë mendoj që ai ka marrë edhe ndoshta ofendimet më të mëdha sidomos pas daljes së Eglit, me një farë të drejtë nga një anë tek pjesa që ka pasur efektin e tij. Nga ana tjetër, Egli dhe kushdo hyn aty janë mjaftueshëm adult në momentin që hyn, e kanë qartë që aty do gjejnë po ashtu njerëz adult dhe janë përgjegjës për veten e tyre dhe nuk është kaq e thjeshtë ta hedhësh fajin tek tjetri që dikush më bëri mua këtë dhe unë prej këtij bëra këtë. Kthe pak më përpara manipulim nga ana e të dyve, manipulim për si e mendon aspektin ndoshta edhe pak shkencor. Emocional. Emocional, pra jo për arsye, nuk e shikon për arsye loje ose manipulim. Këtë nuk di ta them. Gjesti pak më i ftohtë edhe ndoshta po që manipulim ose është për arsye loje. Gjesti mund të jetë më i ftohtë në ndjesi ndaj Eglit, po Gjesti ka një kohë shumë më të gjatë i izoluar, që do të thotë automatikisht Gjesti është më i rënduar psikologjikisht. Dhe si till bashkuar këtu sa i pati një jetë të tërë paralele në Big Brotherin tjetër, bashkuar këtu dhe me këtë sigurisht që ai ishte më i predispozuar të bënte zhurmën më të madhe në shtëpi, se thot s'ka më gjë me hum, domethënë, për pak po humb mendjen, më mirë ti çoj të gjitha në djall. Ndërkohë që nga ana e Eglit sigurisht ajo ishte pak më e gatshme për tu afeksionuar në dikujt. Po unë mendoj që ka pasur një lloj manipulimi emocional nga të dy palët. Dikush ndoshta për të marrë pak më shumë dashuri se izolimi të bën që të kesh nevojë për një njeriu tënd aty brenda. Është shumë e thjeshtë që aty brenda ti të lidhesh emocionalisht me njerëz, se ke nevojë për njerëzit e tu.